Një valë gjërë sulmesharore nga Rusia goditi gjatë natës disa zona të Ukrainës duke shkaktuar viktima, zjarre dhe dëme të rënda të infrastrukturës civile. Sipas autoriteteve lokale, sulmet me drone dhe raketa kanë prekur veçanërisht kryeqytetin Kiev, si qytete Odesa dhe Dnipro. Në Kiev, kryebashkiaku konfirmoi se 4 persona, mes tyre një fëmijë 12 vjeçar, humbën jetën, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme në disa lagje të qytetit. Zjarre të shumta shpërthyen gjatë natës dhe vijuan dhe në mëngjes, ndërsa ekipet e emergjencës dhe banor punuan për të pastruar rënoja dhe për të ndihmuar të prekurit. Në total, sipas autoriteteve rajonale, në Odesa u raportuan 9 viktima, ndërsa në Dnipro 2 të tjerë, ku disa ndërtesa banimi u përfshin nga flak pas goditjeve. Forcat ajrore ukrainase deklaruan se kanë rrëzuar ose neutralizuar 10 raketa dhe qindra drone, por disa prej tyre kanë arritur të godasin objektiva brenda territorit të vendit. Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmet tregojnë se Rusia nuk do të përfitojë lehtësime në politikën globale apo në sanksione, duke theksuar nevojën për presion të vazhdueshëm ndërkombëtar dhe ndihmë të shpejtë për Ukrainën. Zëvendës kryeministri Oleksi Kuleba tha se operacionet e shpëtimit vijojnë dhe se numri i viktimave mund të rritet ende, ndërsa ministri i jashtëm Andriy Sybiha i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë më me vendosmëri ndaj situatës.